Ma kujtove një teori të një shkencëtari, një sociologu të madh, Pierre Bourdieu, kur thotë, domethënë ka një teori kur flet për kapitalin social, edhe ai e sheh suksesin ose kapitalin shoqëror, arritjet, e sheh si produkt i rrethonave sociale në të cilat njeriu jeton. Domethënë sipas tij nuk është diçka që mrrihet si individ, po janë edhe faktorë të jashtëm, faktorë shoqëror, veçëm as ata që të shtyjnë përpara për me arrit deri te një sukses i caktuar. Prandaj e përmendet, domethënë, të trashëgoni diçka, familja ka një rol të jashtëzakonshëm në suksesin e individit. Absolut. Sepse në momentin kur e ke mbështetjen e familjes, natyrisht që e ke shumë më të lehtë për me arrit deri te një sukses i caktuar. Qoftë në fushën e biznesit, qoftë në fushën e shkencës, qoftë në çfarëdo arritje në jetë, edhe në fushën e politikës, nëse e ke mbështetjen e familjes, mbështetjen e shoqërisë, ti ke me arrit një kapital social, një ngritje shoqërore. Prandaj asnjë sukses ose janë të rralla rastet kur njeriu si individ mundet me depërtu ose me ardhur deri te një sukses i caktuar. Ndërsa sa i përket asaj që the që vetëm finalja e një rezultati shfaqet në rrjetet sociale, domethënë promovohet vetëm suksesi dhe jo rruga deri te suksesi, e që mundet me qenë demotivim ndoshta për të tjerët. Shpesh na bie me dëgju që kur e shohin dikon që është bë magjistër, për shembull, në një fushë të caktuar, ose ka hap një biznes të caktuar, ka zëra të tjerë thënë kur bre më rrini me bë çto. Shumë shpejt pas ka arrit, nuk kam dëgju. Domethënë i duket diçka lehtë e arritshme, përderisa nuk ka qenë në lëkurën e tjetrit. Po njeriu nuk duhet me u demotivu, përkundrazi kur i sheh tjerë që e kanë arrit një sukses caktuar, një rezultat caktuar, duhet me qenë motiv për me punu më shumë edhe për me mrri më shumë në jetë, cila do që është objektiva jote.